Lajm i madh. Blero baba për herë të dytë, ja çfarë po ndodh? Këngëtari i njohur shqiptar Blero pritet të bëhet baba për herë të dytë. Artistit, i cili prej vitesh është një nga emrat më të komentuar në skenën muzikore dhe mediat roz, po i shtohet familja. Sipas raportimeve të mediave, Blero dhe partnerja e tij, Eronita, janë në pritje të ëmbël dhe shumë shpejt do të mirëpresin në jetë një djalë. Ky lajm ka ngjallur interes të madh tek fansat e këngëtarit, të cilët prej kohësh ndjekin jo vetëm karrierën, por edhe jetën e tij private. Nga martesa e mëparshme me Afrona Dika, Blero është baba i një vajze, Tara Muharremi, me të cilën shpesh publikon momente të veçanta në rrjetet sociale. Tashmë, familja e tij do të zgjerohet edhe me një djalë, duke e bërë Tarën motër të madhe. Burime pranë çiftit bëjnë të ditur se ata janë shumë të lumtur dhe të emocionuar për këtë kapitull të ri në jetën e tyre. Për Bleron, ky është një moment i rëndësishëm, pasi ai ka folur shpesh për dashurinë e madhe që ka për fëmijët dhe rolin e babait. Megjithse vetë këngëtari nuk ka ndarë ende shumë detaje publike, fansat presin me padurim një reagim apo postim zyrtar nga ana e tij për të konfirmuar lajmin dhe për të ndarë emocionet e kësaj periudhe të veçantë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.